disa herë, ju lutem. Po. Po ta mbaroj, se procedura juaj zgjat, kështu që dje mori një lajm që po të kishe ardhur në kohën e qeverisë vjetër, kush e di se çfarë mitingu festiv do ishte duke u zhvilluar tani në mes shiut. Por as pak çuditërisht, qeveria e vjetër jo vetëm nuk ju gëzua hiç fare këtij lajmi kaq shumë pritur, po nuk la ekran, banak dhe portal pa u përpjekur të më shpall mua armikun e sapo zbuluar të Shtetet Bashkuara. Do t'i them dy fjalë për këtë shprehje infantile, dëshpërimi të kthyer tani në kryefjalë të aksionit opozitar, ndaj qëndrimeve të mia në raport me çështje që në fakt lidhen me mënyrën si e kuptoj unë rolin tim në arenën ndërkombëtare, por fillimisht lejomni të ndalem tek përmbajtja e lajmit mirë që morëm dje. Dje kemi marrë rekomandimin pozitiv dhe pa kushte të Komisionit Evropian për Këshillin Evropian. Aq pozitiv ishte rekomandimi, sa që nuk e mjegulloi dot as kryetari që e prishur i Partisë Demokratike, as heshtja e liderit të Partisë Demokratike, që poston qëndrime edhe për sjellje në një kryeplaku në një fshat që nuk i dihet emri, po asnjë gërm nuk e gjeti dje për rekomandimin, dhe natyrisht as ropatja e zhvejkut që sapo erdhi, një natë më parë, telefon nga Brukseli për të shpjeguar qëndrimin heroik të repartit ndërkombëtar të Shqupit kundër hapjes negociatave. Kemi qenë këtu, në këtë vend, në të gjitha ditët dhe javët që pararendën hapjen e negociatave. Dhe kemi dëgjuar se sa shumë kushte do t'i vjeshin mbani qetësi dhe ruani etikën. Se si kanabisi do ishte kushti kryesor, se si qeveria teknike do ishte kusht themelor, se si zgjedhjet e ardhshme do ishin kusht jetësor, dhe të tjera broçkulla që zihen çdo ditë në kazanin e Shqupit. Por çfarë ka thënë Komisioni Evropian? Ka rekomanduar hapjen e negociatave për antarësim Shqipërisë në Bashkimin Evropian, negociata që 3 vjet më parë dukeshin mision i pamundur, se 3 vjet më parë vinim pas 3 vitesh të tjera të mëparshme të refuzimit thjesht stazhit kandidat, me mirëkuptimin që të filloj zbatimi i ligjit të vettingut. Nëse këtë do ta quajmë kusht apo kushtzim, ky është një kusht dhe një kushtëzim që nuk lidhet me këtë qeveri, po lidhet me këta. Sepse ligjin e vettingut e kanë bllokuar këta. Sepse ligjin e vettingut e kanë çuar këta në gjykatën kushtetuese në përpjekjen e turpshme për ta shpallur antikushtetues, sepse për ligjin e vettingut këta po rropaten ditë-natë për të marrë masat që sido që të vi puna, edhe pasi Komisioni Venecias shprehet përsëri ta rrëzojnë.
Unë jam gati që ta quajmë kusht dhe ta trajtojmë si një kusht të përbashkët. Edhe pse ne, kjo shumicë, Aleanca për Shqipërinë Europiane, jemi 100% në mbështetje të ligjit dhe jemi 100% gatshëm që të fillojmë procesin e zbatimit të tij. Po ashtu, raporti i progresit është një pasqyrë shumë e qartë, ku duket gjithë deformimi që është në themel të përpjekjes dhe të propagandës shfrenuar kundër kësaj qeverie, që nga administrata deri tek ekonomia. Mjafton të lexosh kapitullin për ekonominë për të kuptuar se cili është opinioni i një gjykatësi shumë rigoros kur vjen fjalë tek ekonomia dhe sa larg janë nga ky opinion të gjitha opinionet që shprehen këtu në këtë tribun apo kudo ku flitet për ekonominë, të këtyre që e rrënuan ekonominë e vendit dhe që sot përpiqen ta përshkruajnë atë me ngjyrat më të zeza. Vazhdojmë me të drejtat e njerëzit, ku qartësisht Komisioni në raportin e tij e vlerëson Shqipërinë. Vazhdojmë me angazhimin e qeverisë për reformat transformuese dhe europianizuese, ku Komisioni vlerëson progres të vazhdueshëm në rrugën e reformave. Vazhdojmë me luftën kundër korrupsionit, për cilën Komisioni vlerëson se është bërë progres i vazhdueshëm. Vazhdojmë me luftën kundër krimit të organizuar dhe me që jemi te kanabisi edhe kundër kultivimit të kanabisit, ku Komisioni Europian vlerëson e zeza mbi të bardhë modernizimin e policisë shtetit dhe luftën kundër kanabisit. E zeza në të bardhë. Natyrisht, është një raport ku nuk bëhet fjalë për arritje përfundimtare, sepse Shqipëria sot hap negociatat dhe nuk antarësohet në Bashkimin Evropian, po ku bëhet fjalë për progres të vazhdueshëm dhe aq të vlerësuar sa rekomandohet hapja e negociatave. Me kushtin që të filloj zbatimi i ligjit të vettingut. Ndërkohë që politika e jashtme dhe roli i Shqipërisë në rajon kanë një vlerësim maksimal. Tani lejoni të kthehem në fund tek shpreha entuziaste e mundjeletësisë suaj, që fitoren e kandidatit republikan dje e projektuat në fjalët, profilet dhe portalet tuaja, sikur kishit marrë kokën time në tepsi, nga fronti i luftës suaj, të dëshpëruar, gjithmonë më të dëshpëruar, kundër meje dhe kundër kësaj qeverie. Në fakt, nuk është hera e parë që mblidhet një tuf prej atyre që Jorge Luis Borresi
i quan Karanxholl të pagdhëndur. Dhe më turret mua tufa sepse flas si kryeministri i Shqipërisë për çështje të dinjitetit dhe të vlerave tona në arenën ndërkombëtare. Unë flas për Kosovën në Beograd dhe për marrëdhënien me Serbinë, Karanxhollët më hidhen në fyt dhe nuk lën gjë pa thënë, sepse sipas tyre bëj lojën e shkjaut kundër Kosovës. Unë flas për ligjin e luftës me Greqinë, çështjen Çame dhe Imarën, përsëriç nuk thonë, sepse sipas tyre rreken të mbys patriotizmin lirik me nacionalizmin primitiv për të spostuar vëmendjen nga gjendja katastrofike e vendit. Gjendja katastrofike e një vendi që dje merr rekomandimin pozitiv për çelur negociatat për antarësinë në Bashkimin Evropian në një fazë të zhvillimit të ngjarjeve në Bashkimin Evropian ku rekomandimet nuk janë as pak dhurata dhe janë larg sqenit lehta për të dhënë. Unë flas për një kandidat të fushatës zgjedhore të Shtetet Bashkuara duke shprehur kundërshti për qëndrimet e tij ndaj Kosovës, ndaj muslimanëve, ndaj emigrantëve. Karanxhollët fillimisht nuk thonë asgjë, sepse kur flisja unë, këta ishin të zënë me propagandën për suksesin e delegacionit tyre në konventën e kandidatës tjetër, ku sipas këtyre unë nuk isha i ftuar, se presidenti i ardhshëm i Amerikës nuk më do mua, po do këta. Dhe sapo ajo nuk del fituese, këta hidhen me njerë në sulm për të treguar se sa keq ndjehen këta, që unë pas kam sulmuar presidentin e sapo zgjedhur të Amerikës, ndërkohë që në fakt unë kam kritikuar një kandidat në fushatën për president të Amerikës. Dhe lëshohen në përbanaqe, lëshohen në për portale të më kryqëzojnë mua në emër të besnikërisë ndaj tij. Sikur janë çuat e lagjes që sapo ju ka dalë vllai i madh nga burgu edhe thon tani do ta shifni ju se çfarë do të bëjmë ne. Kjo tuf që i bashkon këta lloj tipash me mllefin e pangushëllueshëm ndaj meje, njerëz që s'janë as në nivelin e berberëve të Stambollit, të cilët i përshkruan bukur Fajkonica tek Shqipëria si mu duk, është një tuf që e ka shoqëruar historinë e Shqipërisë. Qysh në ditën e parë të krijimit të shtetit shqiptar. Ju lutem ruani qetësinë. Po ata. Ju lutem. Janë po ata. Ju lutem. Që Noli i quante Ju lutem. gjithherësh zotrinj, Belurçina, të vogla dhe laramane, personazhe komik, tragjik, patetik, provinca Ju lutem. Ju por lutem. ndryshe nga koha kur Peshkopi i shkret i zbukuronte me kaq shumë epitete, këta të sotmit s'kan më as ngjyrë dhe as boj në luftën e tyre qore dhe në jargavidin e tyre ndaj të huajve sipas rastit. Frëngu do thoshte ecin mbi kokën e tyre si personazhet e lizës në botën e çuditërave, kur nuk donin të paguanin taksat e shtetit. Po prap, as kjo nuk do të mjaftonte për ta përshkruar ecjen e tyre mbi kokë dje, kur vraponin të dukeshin më katolik se Papa i Romës, i cili nuk ishte as pak i butë me kandidatin republikan. Këta këtu kanë që nga koha e Ismail Qemalit. Dhe këtu do jenë, edhe për shumë vjetë tjera. Dhe ashtu si që kanë bërë, do të bëjnë, sa herë që t'jenë larkë pushtetit, që e shojnë si hienat
kërmën e tyre. Po unë, për sa kohë do jem këtu? Do t'jem ky që jam. Dhe nuk do t'u udhiqem në fjalët e mia, në sjelljet e mia, në veprën time nga asgjë tjetër përveç dinjitetit të Shqipërisë që kam nderin dhe privilegjin sot të drejtoj si kryeministër. Nga dinjiteti i këtij vendi që mund t'jetë i varfër, po s'ka pse t'jetë gojkyçur. Mund t'jetë i vogël, po s'ka pse t'jetë në gjunjë, përpara padrejtësive që janë bërë në të shkuarën, ose të padrejtave që mund t'i thuhen në të sotmen. Mund t'jetë ende shumë pas shumë tjerve, në shumë çka, po s'ka pse t'jetë pas askujt në lirinë dhe në drejtën e tij si vend, për të thënë atë që duhet, kudo ku duhet dhe kurdo që duhet. Çka unë kam thënë për kandidatin republikan, është një shqetësim prej shqiptari, prej qytetari një bote vlerash që quhet familje euroatlantike, prej kryeministit një vendi si Shqipëria, që s'mund të hesht kur keq trajtohet verbalisht Kosova, kur keq trajtohen verbalisht muslimanët, kur keq trajtohen verbalisht emigrantët. Dhe nga ana tjetër, një pikë ujë ka qenë ky qëndrim në atë oqean debati të pashtershëm dhe krejt të pazakonshëm në 18 muaj, që u kthye si syri një tajfuni, duke përfshirë me dashje dhe pa dashje, me një forcë tërheqëse të paparë ndonjëherë, shtetar, shkrimtar, nobelist, politikan, ekonomist, filozof e kështu me radhë, nga të katër anët e botës, sepse në fundit e gjithë bota, ashtu dhe Shqipëria, që dëshiron që mbi këtë tokë të rrezatojnë vlerat dhe parimet e paqëmueshme të lirisë dhe demokracisë, e sheh Amerikën, i sheh Shtetet e Bashkuara si atë dheun e vet të dytë. Dhe të gjitha kanë qenë pothuajse në antipod të plot me ide caktuara të fushatës kandidat republikan. Jam kundërvënë atyre fjalëve dje me bindje. Dhe edhe me më shumë bindje ju siguroj se e dëshiroj suksesin e presidentit të ri të Shtetit Bashkuara dhe uroj me gjithë zemër që tjetë një faqe tjetër e shkëlqyer e asaj historie që e bën dhe Shqipërinë e vogël partnere dhe shqiptarët miq luajal ndaj një Amerike me besë ndaj vlerave. Dhe në këtë marrëdhënie ne do të vazhdojmë t'japim kontributin ton që ky raport të forcohet dhe që në këtë raport partneriteti ynë strategjik të çmohet edhe më lart. Po jam kaq i sigurt se jo vetëm nuk do të ketë asnjë vështirësi në marrëdhëniet e qeverisë shqiptare me administratën e re dhe me presidentin e ri të Shtetit Bashkuara, por nga gjithë kjo furtunë në gotën e rakisë së kafes madhe të kësaj politike karanxhollësh, do të mbetet vetëm fytyra levantine e Kalibanit në dramën Furtuna Shakespeare-it. Fytyra që nuk rresht së sjellur mbi tokë që për krijimit të botës sipas Shakespeare-it, me atë sjelljen zvaranike ndaj të madhit të radhës. Mos ke rënë nga qielli, lërm të puth këmbët, lërm të jem skllav yt. Po askush nuk dëshiron që ju t'jeni skllevrit e askujt, sepse nuk i duheni dreqit. Ju lutem, kush do reagoj, zoti Paloka apo zoti Berisha?
Zonë e ka 2 minuta. E ka 2 minuta, po. Po. Zoti kryetar,